të fundit, po edhe situatës në cilën ndodhet vendi, ka një heshtje të gjatë të këtij institucioni në raport me gjitha kërkesat që të paktën qytetarët kanë në shesh, po ashtu edhe për çështje dhe dosje shumë të rëndësishme, siç është dosja Balluku, ku ka një shtyrje të afatit hetimit ndaj saj. Po kjo është një lajm i mirë gjithsesi. Ky është një lajm i mirë, pse e quani një lajm i mirë? Sepse Spaku është në punë. Pra ju e keni marrë dhe e keni parë në këtë prizëm. Kjo heshtje e gjatë e Spakut në raport me... Urën t'ja vlej në fund fare. Pra, ne kemi dhe një mbështetje pa kushte për Spakun, e kemi mbështetur si institucion, veçanërisht zoti Dumani ka bërë histori në krye të Spakut, dhe ka një ndryshim qasje me kreun e ri të Spakut, por kjo nuk do të thotë që do të hidhet poshtë puna e tij. Pra, hetimet që ndodhen në rastin e Zvërnecit janë për të përgëzuar. Fakti që ai përmendi në takimin me gazetarët që ka një ekip të tërë që punon me dosjen Balluku, pra duke dhënë seriozitet kësaj çështje, kjo t'je besim që Spaku do arritën konkluzione tjera. Dhe unë thash që logjika e thjeshtë të çon që do të rokasin tek dera e Edi Ramës, pra Edi Rama nuk mund ta anashkaloj apo mendoj që mund ta hedhë përpara krave drejtësinë, sepse çdo dosje lidhet me emrin e tij. Madje ke shembull pa fund. Për shembull, në një rast që zonja Balluku tashmë ka akuzë, se si një sipërmarrësi i dha një tender, dhe në përgjime del ku ajo thotë që do t'ja japim tenderin se ka folën me zotin Rama, është të nesme zotin Rama që e pranon që po unë e kam takuar sipërmarrësi. Pra ai i ka hapur akuzë vetes vetë. Kështu që jo vetëm që presim ta therasin në Spak, por të ketë akuzë shumë shpejt. Pra ai duhet përgjigjet për të korrupsion endemik dhe galopant që ka përjetuar vendet gjatë 14 viteve të qeverisjes së tij. Këtë nuk mund ta shmange dot ai. Dhe madje po të bësh një llogaritë të thjeshtë. Por nuk ka një ndërmarrje ose një sipërmarrje e qeverisë që nuk është në Spak sot. Incineratorët i kanë në Spak, portet i kanë në Spak, aeroportet i kanë në Spak, koncesionet e shëndetësisë të gjitha në Spak. Pra tani çfarë ka një sukses kjo qeveri, më fal. E dëgjuat besoj dhe Alabarin për portin e Durrësit. Po, u bëra pishman që kam investuar. Është një gabim, por kush do të mbajë përgjegjësinë për këtë gjë? Kush do të mbajë përgjegjësinë? Shkatruam portin më të madh të vendit për të bërë pallate aty. Dhe i zoti punës thotë që ishte një gabim. Tani kush do mbajë përgjegjësi për këtë gjë? Dikush do mbajë përgjegjësi, të qoftë politike, qoftë penale. Ti beson që Spaku do t'i shkojë deri në fund të gjitha hetimeve në raport me këta eksponent të rëndësishëm si kundër zoti Rama, zonja Balluku, referuar edhe intimidimeve, presioneve të politikës që për vërtetës nuk është se kanë qenë të pakta. Dhe jo vetëm nuk ka qenë të pakta, po ka qenë edhe përtej natyrës politike. Spaku është rrethuar edhe me protesta nga punonjës publik. Janë kërcënuar hapur, republik prokurorësh, u është në qenj, minj, direkt nga Rama, apo jo. Pra janë intimiduar hapur, por kanë qëndruar. Dhe kjo meriton një lloj përgëzimi për prokurorët e Spakut. Pastaj ka diçka. Ne nuk do ta shkëpusim Shqipërinë nga gjithë konteksti rajonal dhe politik. Pra, reformat në drejtësi dhe prokurit speciale kanë ekzistuar në Rumani, Bullgari, kanë ekzistuar Poloni, Çeki, dhe kanë dhënë rezultate. Pra, Rama nuk ka një lloj paprekshmërie ndryshe nga sa që kishte Sanadej në Kroaci, sa që kishte Gruevski në Maqedoni, apo sa që kishte Ponta në Rumani. Pra, kryeministrat dhe ish kryeministrat e cilët janë akuzuar dhe dënuar ina. Kështu që ne e presim që këtë ndodh. Dikush do mbajë përgjegjësi që ka sunduar popullin më të varfër dhe vendin më të korruptuar të Evropës. Dhe ky është Edi Rama. Okej. Çfarë pengon zotin Braho të bëjë një tjetër kërkesë për vijimin ose drejtuar parlamentit gjithmonë për çështjen Balluku, pra vënien e saj përpara drejtësisë. Deklaratat që ai ka bërë së fundi e ka lënë të hapur si opsion, kanë qenë të forta, duke thënë që ne nuk mund të bëjmë më të njëjtën kërkesë, duke parë që reagimi i fundit i përfaqësuesit të maxhorancës ishte ai që u pa, pra nuk e dorëzuan zonjën Balluku. Lë të mendojmë se diçka tjetër fshihet pas qëndrimit të Spakut në raport me këtë ngjarje? Nuk e shikoj si një tregje të Spakut. Por në momentin që maxhoranca dhe Rama vendosin një diktat politik për të mbrojtur zonjën Balluku, nuk sigurisht edhe Spakun në një farë forme ka intimiduar ose tërhequr pak që nëse do bëjë një kërkesë të dytë, do shkojë në të njëjtën formë. Pra, sa kohë do kemi të njëjtën rezultat pse ta bëjmë të kërkesë. Ndoshta po presin rezultatet e reja hetimore, mund të ketë një akuzë të re dhe në këto kushte mund të bëjnë dhe një kërkesë të re. Unë do t'i inkurajoja ta bënin,
nëse ata kanë kërkuar dhe kohë shtesë për të hetuar, por nuk do të harrojmë një gjë ina. Nuk është përgjegjësia e SPAK-ut nëse bën ose jo një kërkesë të dytë. Sa kohë që Edi Rama ka bërë publike që nuk e dorëzon Ballukun, sepse është vetë i përfshirë me zonjën Balluku. Pa bëhet fjalë më shumë për Ramën. Zonja Balluku tashmë ka marrë fund politikisht. Kuptimin ajo thjesht do përballet me drejtësinë, sigurisht do përballet aktualisht me imunitet dhe s'duhet ta bënte këtë gjë, por këtu bëhet fjalë për Edi Ramën. Ndaj thash që ne urojmë fort që SPAK-u të gjejë dhe kurajon institucionale edhe historike, pse jo, që të shkojë të tërkasë tek dera e Edi Ramës dhe të kërkojë imunitetin dhe pezullimin e tij. E ka këtë kurajo SPAK-u kur pas zotit të Rama fshihet Ivanka Trump, vajza e presidentit të Shtetet Bashkuara të Amerikës, e cila në marrëdhëniet që ka patur së fundi me zotin Rama ka qenë mbështetësi kryesor për investimin që ajo do të bënte në vendin tonë. E ka këtë kurajo SPAK-u ta bëjë dhe drejt pyetja, a mund ta ose vijon ta ketë mbështetjen e Shtetet Bashkuara të Amerikës ende sot? Plotësisht. Pavarësisht këtij fakti? Plotësisht. Edhe kjo duket edhe nga qëndrimet e zyrtarëve të Shtetit Bashkuara të Amerikës, por dhe nga veprimet e prokurorisë. Mos harroni që veprimet e prokurorisë në Zvërnec ishin një garanci për investitorin. Tani, ose kjo çështje ka dëmtuar SPAK-un, ose kjo çështje ka dëmtuar zotin Ramën. Ka dëmtuar Ramën politikisht, të cilin e ekspozoi atë ndërkombëtarisht, e ka bërë atë një lider autoritare të korruptuar, bisede dhe protestash të një pas njëshme në dhe jo vend. vetëm. Pra kjo çështje tashmë është kthyer politike. Ka vendime të rëndësishme ndërkombëtare, kemi rezolutën e Parlamentit Evropian, nuk është për t'u anashkaluar ajo. Nëse Edi Rama nuk miraton zhbërjen e ligjit 21/2024 për zonat e mbrojtura, Shqipëria rrezikon integrimin e Bashkimit Evropian, takimit të qartë, dhe këtë e kërkon Parlamenti Evropian përmes një rezolute. Sado zoti Rama të spërdridhet rreth kësaj. Pra, rezistenca e tij po vendos rrezik dhe integrimin e Shqipërisë dhe ne shikojmë ose parandjejmë që shumë shpejt do ketë një përplasje të pashmangshme midis institucioneve të Bashkimit Evropian dhe qeverisë së Edi Ramës. Është e qartë në shumë aspekte, të cilat nuk po duken ende, për shkak sepse janë biseda tavolinash, ekspertësh, për ata e konsiderojnë si një çështje të brendshme tonën dhe për momentin nuk e kanë parë të udhës reagimin. Pra, anullimi i ligjit të 2024 për zonat e mbrojtura nuk është çështje negociate, është çështje kushti. Që Edi Rama deri tani po reziston, po nëse nuk e bën, atëherë do kemi një ultimatum të fortë nga Bashkimi Evropian që do vendosin në rrezik të ardhmen e Shqipërisë për sa i përket antarësimit. E ka vendosur tani që flasim? Sigurisht. Zoti Rama është i bindur që Shqipëria do të jetë në Bashkimin Evropian në 2030-ën, madje në deklaratat që bën jo për merit të tij. Jo për merit të tij. Është për shkak të një vendimarrje politike të Bashkimit Evropian që lidhet me situatën gjeopolitike. Dhe sa mirë që kanë marrë këtë gjë. Por dhe ata kanë marrë një vendim tjetër, që është që duhet t'u jepni këmbëve. Ne nuk mund ta pranojmë më këtë situatë korruptive, ku këtu nuk marr përgjegjësi veçanërisht i parë qeverisë. Por shikoni, imazhi ndërkombëtar i Edi Ramës është rrënuar. Ju e shikoni qasjen e medias perëndimore ndaj tij apo jo? E kuptoj, si rrëzohet zoti Rama? Qëndrimet e tij të fundit kanë qenë dorëheqje nuk ka, deri në 2029-ën ju mund të protestoni sa të doni, unë kam një mision që është integrimi i vendit në Bashkimin Evropian, nëse s'do të kisha këtë mision, mund ta kisha menduar edhe këtë dorëheqje, ka thënë zoti Rama, akuzat të njëpasgjashme që ka hedhur ndaj protestuesve dhe protestës, e ka fragmentarizuar atë protestë në Flamingo dhe në pjesën tjetër, dhe i ka interpretuar në format e tij, duke akuzuar po ashtu edhe qytetarët me termat e tij. Tani, si rrëzohet zoti Rama? Protesta në ditën e 66 të saj, qëndrimi i hekurt në thonjza i zotit Rama që unë do të vjoj të qëndroj se 800.000 shqiptarë më kanë votuar dhe sigurisht që do të çoj mandatin deri në fund. Kush mund të hyjë në lojë që të ndikojë në dorëheqjen e zotit Rama nëse situata vazhdon kështu? E thash që përderisa ka një vit në mandati 4 që nuk po qeveris dot, e ka humbur legitimitetin. Dhe një kryeministër që humb legitimitetin, e ka vetëm çështje kohe derisa të humbi dhe pushtetin. Tani këto janë interpretimet që bëjmë ne, sa ai është në pushtet për sa kohë flasim. Është në pushtet, por nuk është legjitim. E ka humbur legitimitetin, nuk po qeveris dot Edi Rama. Nuk po qeveris me protestën e qytetarëve aty jo. Më fal tani ku nuk ja doli dot dhe Vučići në Serbi, që është sferë tjetër influence. Ai do shpalli dorëheqjen.
dhe nuk ka doli dot as Gruevski, e nuk e kanë dalë edhe liderat të tjerë, mendoni se do të dalë Edi Rama këtu, nuk ka për t'ja dalë dot. Do t'i mbjetoj kohës kjo protest? Sigurisht, Politikës do t'i mbjetoj? Kjo protest e ka tejkaluar momentin. Kjo është një protest që unë mendoj që jo vetëm që është historike, por po ndërton Shqipërinë edhe katave të ardhshme. Një Shqipëri normale, demokratike, ku nuk mund të ketë më kryeministra si Edi Rama që vendosin ata për gjithçka. Domethënë, epoka e Edi Ramës ka marrë fund në këtë protest dhe jo vetëm kaq, por kjo protest do të arrëzoj Edi Ramën ashtu siç është në të vërtetë. Një lider autoritar të urryer, i cili shtyp popullin dhe vjedh popullin më të varfër dhe vendin më të korruptuar të Evropës. Se ka kthyer Shqipërinë në vendin më të korruptuar të Evropës. Dhe ka lënë shqiptarët më të varfër të Evropës, sepse gjysma e shqiptarëve janë larguar në 30 vjet. Falet e këtyre keqeverisës së Edi Ramës. Dhe por shikoni gjithë kombinimin e rrethanave nuk janë rastësore. Pra mbështetja ndërkombëtare që ka marrë protesta. Heshtja shumë për partnerëve të rëndësishëm perëndimor të Shqipërisë, të cilët respektojnë protestën, siç ishte edhe raporti i fundit të Departamentit të Shtetit që çfarë thoshte? Është një protestë për keqeverisjen dhe kundër korrupsionit të qeverisë së Edi Ramës. Pikë.